në vjedhjen miliardave të qytetarëve shqiptar bazohet në spastrimin etnik të shqiptarëve. Bazohet në dhunën, terrorin, kontrollin policesk të qytetarëve. Të gjitha këto së bashku nuk kanë mjaftuar të mposhtin opozitën. Ndaj edhe ju vini sot këtu, ndaj edhe opozita në Shqipëri është opozita me pamposhtur. Qëndron për të vërtetat e mëdha të kombit, të vërtetat e mëdha të shoqërisë. Qëndron për të sotmen dhe të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Qëndron jo vetëm ndaj akteve të terrorit psikologjike të gjithanshëm dhe politik, arrestimeve të liderëve politik të opozitës, nga bastardi xhelatëve e ati që i firmosi varjen litar të Abzinelës dhe që e dekoroj para 3 ditësh. Mirënjohje për xhelatin që firmosi të varet poeti. Nuk ishte fyrje dhe poshtrim më të madh për ata student, për ata pedagogët artistë të vërtet, se sa dekorimi i skulptorit xhelat që firmosi në 1988 në prag të rënjës murit Berlinit varjen e një poeti që i thurte vargjeve lirive të drejtave të shqiptarëve, i thurte vargje Kosovës dhe popullit të saj të pushtuar. Miq, beteja jonë pra është betejë për shpëtimin e këtij kombi, për të sotmen dhe të ardhmen e tij. Në këtë betejë ne jemi në koalicionin më të gjerë, më të fuqishëm që kemi patur ndonjëherë. Janë 9 rezoluta. Edi Rama vërtet ka mafjen shqiptare dhe ndërkombëtare me vete. Por ju e shikoni se nuk ka ditë që mediat e komëve të lira të mos e damkosin Edi Ramën, të mos e akuzojnë, të mos e poshtrojnë, si që meriton. Gangren e shqiptarve e quan të një analist i shquar. Hajdut me Lubin e quan të një tjetër para 2 ditëve. I analizon të djelën dhe nëzirë të mashtrime e madh. E nëzori mashtrusin më të madh, jo vetëm të Shqipërisë, por në rafshin teknologjik mashtrusin më të madh ndërkombëtar. Djela kishte 0 urtësi artificiale, përveç milionave të vjedhura nga Edi Rama dhe suite e tij për të mashtruar shqiptarët. Çdo ditë media ndërkombëtare informojnë kombet e tyre me të vërtetat që ne derancojmë, me të vërtetat që ne mbrojmë,
me të vërtetat për cilat ne ngrihemi dhe protestojmë. 8 rezoluta ndërkombëtare damkosin regjimin e Tiranës. Damkosin një regjim i cili varfron shqiptarët me vjedhjet e tij çdo muaj. 60% është rritur kosto i jetesës në Shqipëri si në asnjë vend tjetër. Në 5 vitet e fundit, si do jetojnë shqiptarët? E ka bërë Shqipëri një vend të pajetueshëm. Në një kohë kur me bajanakun dhe vetë kanë vjedhë qindra milion, personalin 7 miliarda. Por ne qëndrojmë, ne jemi këtu për të betuar njerëz, të pamposhtur në qëndresën tonë. Ju dhe mbarë qytetarë shqiptarë janë subjekti një agresioni mafioz të tmerrshëm të mafjes së fjalës së lirë. Mediat e qeverisë të cilat ushqehen dhe mbahen me parat që vidhen nga taksat tuaja. Dhe që janë shumë fishi i televizionit shtetëror. Nga mëngjesi darkë, ju fshehin shqiptarëve të vërtetat. Nga mëngjesi darkë, shpifin dhe trillojnë. Nga mëngjesi gjerë darkë, një lloj si në kohrat më të zezat këtij vendi, glorifikojnë të keqen. A e pat ndrikullën e Akshit. Se si top tuneli bërë gjithçka për ta nxjerrë këte hajdutet e poshtër, të pa moral, të pa shpirt, një zonjë të përdlyer. Jasë është ndodhë, ndaj dhe ju jeni në këmbë, opozita është në këmbë, sepse ajo ka një raport tjetër me të vërtetën. Dhe këtë raport, ajo e bën atë, dhe i bën qytetarë shqiptarë, njerëzit me dinjitos të kombit, i bën ata elitën e kombit, elitën e vërtet të kombit. Nuk janë elit. Ata të cilët të qetë ndjekin punët e tyre, sikur në Shqipëri nuk ndodh gjë. Ata janë zanatçi të këqij. Ata janë pseudo-intelektual. Janë pseudo-intelektual. Të cilët harrojnë se misioni i parë dhe kryesor i intelektualit është të mbrojë interesin publik. Është të mbrojë të vërtetën dhe të guxojë. Të mbetet grindës i përjetshëm me pushtetin. Miq, me qëndrimin ton, me betejën ton, ne i kemi dhënë plagosjen përfundimtare e Edi Ramës. Po, ishte sfuni në 2 udhëtime. Në njerin, as kërkush si dha takim. Jo. Agenda e zënë. Nuk do të njeri që të fotografohej me te. Po,
Në tjetrin, moderatori hodhi poshtë tezat e tij bajate dhe gjerë diku kretine politike, aq sa audienca e durtrokiti moderatorin, qeshi me to, dhe ky filloi të flasë me durë me kam, ndallim nga të tjerë që i flisin panel, ky fliste si një shimpanze. Po, shifeni, ja u fshen, do ja u tregoj unë. Absolutisht. Fliste tjetri, si fisnik, kurse ky, thash, të shija aty origjinën e njeriut. Në rastin e tij. Këto kohë ka patur debat të fortë, të ashpër,